A më pranohet namazi nëse i lidhem një personi i cili suret i reciton me gabime? Sa i përket namazit pas një imami i cili lexon suret me gabime, ka dispozita shariatike. Gabimet e lexuesit janë të ralloj. Në gjuhën arabe i thojnë lahnul khafi, është një gabim i fshat, i let. Lahnul gjeli, gjithashtu është gabim i qartë, që nuk e ndryshon kuptimin. Dhe lahnul gjeli, gjithashtu gabim i rond, që e ndryshon kuptimin. Pa për shembull, lahnul khafi, nëse një imam në prin në namaz, dhe e ban një gabim që e zgjat me tabi, që a zgjat që normale e zgjat më tepër se di. Për shembull, thot elhamdulillahi rabbil alamin. Pra këtu, ki njeri, ki lexues, ka bo një gabim në recitimin e Kur'anit Kerimit, pra gabim në aspektin e tajwidit, gabim në aspektin e rregullorës së leximit të Kur'anit Kerimit. Në këtë rast, nuk e prish namazin. Atëherë në lejohet pas këtij njeriu që të falmi. Nëse ban lahnul gjeli, mirë po nuk ja prish kuptimin. Për shembull thot, pra elhamdulillah, me në vëthon, elhamde. Këto ka bo gabim trashanik, gabim të qartë. Megjithatë, nuk ja prish kuptimin. Edhe në këtë rast lejohet që ne të falmi pas atij, përderisa nuk ja prish kuptimin e fjalës Allahut Azza wa Jall. Ndërsa lahnul gjeli që ja prish kuptimin, për shembull, thot en'amtu aleikum. Fjala en'amta aleikum. Thot Allahu Azza wa Jall, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata alladhina en'amte, në rrugën e atyre që i begatove. A ki që si e lexon? Thot en'amtu alej, në rrugën e atyre që unë i begatove. Pa këtu e prish kuptim. Nga mbas këtij imami nuk lejohet që ne të falmi. Po nëse ndodh që imami nuk e dim se çfarë recitimi ka, dhe jemi duke u fal pas atij, çfarë të veprojmë? Në këtë rast i kemi disgjedhje. Nëse gabon imami, kemi të drejtja që të shkëpucmi nga aj, pra të falmi vet a vet, apo ta përsërismi namazin. Ndërsa sa i përket fjalës wala dallin, lahnul gjeli që e prish kuptimin, nëse thot wala dalin, dalin është orientim, dalin të humbur, këto e prish kuptimin. Ka ndryshu mendimi dietarëve nëse një imam na prin në namaz dhe në Fatiha në fund thot wala dhalin, në vend se dha. Ka ndryshu mendimi dietarëve. Disa e konsiderojnë namazin e pranuar, e disa nuk e konsiderojnë namaz të pranuar. Pra më mirë ne është që të lidhmi mas imamëve të cilët recitojnë sa më mirë. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall na i përmirësojë gjendjen tonë.